vetëm pas pak ditëve, me datë 4 prill, do të mbahet një nga aktivitetet sportive, le të themi më të veçanta, por edhe më të mëdha. Është një aktivitet i cili mbledh mjaft sportistë, kryesisht karatistët, sepse bëhet fjalë për turneun Ulqini Open 2026 këtë vit për të 22-tin vit me radhë. Kam kënaqësi që të kem në studio edhe atë i cili, le të themi, vazhdon për vite me radhë të jetë kyç i lidhur me gjithë këtë organizim, duke qenë se është edhe ngushtë i lidhur me klubin e karates Ulqini, kryetrajner. Përshëndetje, mirë se na vjen në studio, Kujtim Suka. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Viti i 22 me radhë, sfidues apo më i lehtë me eksperiencën? Çfarë mund të themi? Sa i përket eksperiencës, do të thotë është edhe një përvojë më tepër në organizimin e një turneri të tillë, duke e ditur se tashmë turneu Ulqini Open është bërë një turne tradicional i cili do të thotë vit me vit po shton numrin e garuzve dhe është një ndër turnet, mund të them, më masovik në rajon, por si nga numri, por edhe nga cilësia e punës e garuzve të cilët vinë edhe marrin pjesë në turneun tonë. Do të thotë kjo është një traditë të cilën ne po vazhdojmë, falë trenerëve tanë të cilët e kanë filluar këtë turne dhe ne po vazhdojmë hap pas hapit që ta organizojmë për nder të ditës së Ulqinit, duke falendëruar edhe komunës së Ulqinit e cila e mbështet. Vjen si një dhuratë në ditën e Ulqinit, mund të them, ky aktivitet sportiv. Këtë vit sa klube kanë pranuar ftesën, sa klube janë paraqitur, a kemi ndryshim, le të themi, në atë procedurën e pranimit, apo është e njëjta vjen? Ne vite do të thotë kemi shkuar, si thash në fillim, duke rritur numrin e garuzëve, domethënë duke pranuar ftesën. Ne vitin e kaluar ishte një pjesëmarrje shumë e madhe, do të thotë i kishim 1075 paraqitje me 75 klube nga 9 shtete, ku këtë vit, do të thotë, ne presim ndoshta numrin edhe me tepër se numrin që e kishim vitin e kaluar, do të thotë në atë numër nuk e pranom, mirë po kjo është kjo masovitet, do të thonë, është një rezultat i punës së klubit ton, i cili po bën dita ditës, duke marrë pjesë në shumë aktivitete që ta fitojmë atë respektin nga shumë klube, që ato t'jenë pjesëmarrje në garën tonë, e cila mbahet për nder të ditës së Ulqinit. Sa staf duhet të jeni atë ditë, le të themi, të angazhuar? Ne si staf do të thotë atë ditë i lëshojmë gjithë mekanizmat, që t'jemi në nivel, do të thotë se nuk është e lehtë që të organizohet një turne i tillë duke u nisur nga pritja mosafirëve, sepse e dim tash se është një pjesë e madhe e mosafirëve do të thotë vinë një ditë përpara në garën tonë, është bërë si traditë dhe mund të them me plot gojë, do të thotë pjesa e Kosovës do të thotë me nxit presin që të organizohet turneu jon edhe të vinë edhe ta vizitojnë Ulqinin edhe të marrin pjesë në turnet tonë, mirë po mund të them edhe ndoshta nga ajo ditë në qytetin e Ulqinit me pjesëmarrjen e trenerëve, prindëve, garuzëve, mund të them që fillon edhe sezoni turistik në qytet. Kështu që duhet një staf i madh, megjithëse ne do të thotë për atë nuk dëshojmë, ne kemi një ekip shumë madhe që kujdeset për këtë punë dhe unë shpresoj që në këtë vit do të jetë edhe më në nivel se vitet e kaluara. Cila mosh mund të jetë pjesëmarrës në këtë turne? Moshat do të thotë i kemi për gjithë moshat, duke filluar nga mosha e fëmijëve deri te fëmijëve, kadetëve, juniorëve dhe moshat më të mëdha do të thotë moshat e seniorëve. Kështu që nga secilat mosha do të thotë kemi pjesëmarrës dhe një numër të mirë të garuzëve që marrin pjesë në secilin kategori, si në pjesën e katave, do të thotë që janë të ndamë në 2 disiplina, po ashtu edhe në pjesën e luftave.
Kemi nga vendet e rajonit, përmendëm Kosovën, nga cilat shtete kemi më shumë? Po, në thonë, pjesa Ballkanit është standard, që marrin pjesë, do thotë pjesa Shqipërisë, pjesa Kosovës, pjesa Maqedonisë, pjesa jone Malizit, do thotë janë gjithë klubet që marrin pjesë, pjesa Bosnës, kemi pas edhe në klube edhe nga pjesa Evropës, do thotë që është Belgjika, kemi pasur vite me parë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe kjo merit të klubit tonë i cili mori pjesë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe atëherën krijoi misi dhe klube edhe atje, kështu që ne shpresojmë që edhe këtë vit do thotë kemi klube anë mban botës, mund të them, edhe më shumë edhe atje ku ka shqiptar, do thotë edhe ata i tërheq një pjesë që të marrin pjesë në turneun tonë. Klubi Karate Sulqini nga ana tjetër është në garë? Klubi Karate Sulqini do thotë është një koqir, do thotë me krejt pjesën e klubit të merr pjesë, mirë po kur vjen te pjesa e renditjes përgjithshme të ndarjes së çmimeve, do thotë atëherën klubi Karate Sulqinit është jashtë konkurrencës edhe vinë klubet atëherën garojnë klubet të cilët vinë nga jashtë. Simbolik shumë e bukur kjo. Po, është e vërtet, do thotë ne si klub një koqir është e vërtet që marrim pjesë me gjithë garust, edhe se ajo është edhe normale, sepse garust tanë marrin pjesë në çdo vend mund të them Ballkanit, mirë po aja pjesëmarrja në vendin e vet, në qytetin e vet, para prindëve, para publikësve, para prindëve të vet, do thotë është edhe një motivim edhe më i madh, mirë po kur vjen puna te ndarja e çmimeve, atëherën do thotë ne jemi jashtë konkurrencës dhe normal që duhet të respektojmë mysafirët. Mikpritje shumë e bukur kjo. Përgatitjet, besoj ato finalet, kanë akoma detaje? Po, do thotë ne veç kemi siguruar gjithë mjetet e nevojshme të cilët janë në koordinim me Federatën e Karates në Malizi, me komunën e Ulqinit dhe me stafin e shkollës fillore Mashalltito, aty ku do të organizohet edhe turneu, mirë po të është pjesat përfundimtare, do thotë gjithmonë mbetet aja java a fundit, që do thotë që edhe një ekip edhe më e madhe do t'i bashkohet nga dita ahen, të cilët deri ditën e premte unë shpresoj që do të jetë çdo gjë gati për fillimin e turneut ditën e shtunë. Do të ndahen edhe çmime me vlerë monetare? Po, do të ndahen edhe çmime, atje do të thonë siç kemi publikuar, do thotë në renditjen e përgjithshme, do thotë ka edhe vlera monetare në të holla ku jemi munduar, do thotë sa ma tepër t'i motivojmë edhe klubet, do thotë që të marrin pjesë, edhe është nisemi nga vetja, do thotë kur një turne i cili edhe ndan të holla në renditje të përgjithshme, do thotë e motivon klubin që të marrë pjesë ndoshta me tepër garus, apo të marrë pjesë edhe me kvalitet më të mirë, të cilët shprehin edhe fëmija edhe treneret që të arrin në të parët, jo që ndoshta është një vlerë monetare e madhe, mirë po për klub edhe për garus do thotë luftojnë për një qëllim që është diçka shumë interesante, si kur atëherë kur edhe shpërndahet, po, kur arritet me një kupë ose edhe në vlera, ashtu si medalje, do thotë nëse ka një medalje ka vlerë për një garuz, do thotë edhe vlera monetare normal që është mirëseardhur. Me datë 4 prill, në cila orë do të filloj, edhe është i hapur për të gjithë që duan të jenë prezente. Me datë 4 prill, do të thotë në ora 10, në sallën e shkollës fillore Mashalltitët, të cilët tonë edhe i falenderoj stafin, të cilët kena në dispozicion sallën e shkollës çdo vit. Në ora 10 do të thotë filloj turneu Ulqini Open 2026. Hyrja është hapur për të gjithë kush ka dëshirë më ardhë me përcjell turneun dhe shpresoj që të ketë numër sa më të madh dhe qytetarëve që të cilët ta përcjellin turneun, fëmijët e tyre, të afërmit e tyre, mirë po edhe ne shpresojmë si klub që dalim edhe këtë herën, do thotë faqe bardhë dhe të jetë në organizimin në nivelin e duhur, ashtu siç e kemi organizuar edhe vitet e kaluara. Ju dëshiroj shumë suksese për gjithë këtë turne. Por tani e di që angazhimi juaj është këtu,
Por nëse pyes në këtë periudhën e afërt, çfarë ka arritur së fundmi klubi Karate Sulqini? Unë krahas organizimit kësaj ne jemi shumë të ngarkuar edhe me turne të ndryshme, do të thotë ne javën e kalume ishim në 2 turne të rëndësishme, ishim në Shkup të Maqedonisë ditën e shtunë, me njëherë kaluam ditën e diel në Prishtinë, këtë vikendin para se do të thotë këtë që ishte më përpara ishim në kampionatin e Malezi për mosha të rrituna. Këtë vikend do të thotë udhtojmë për Çaçak të Serbisë me një ekipa tjetër udhton për një turne i cili është organizohet për herë të parë në Tivat. Kështu që krahas këtij organizimi ne kemi shumë aktivitete tjera të cilët duhet shumë punë që t'i arrijmë, mirë po, masoviteti dhe respekti i garës tonë, të cilët gjithë të mosafiri kemi, do thotë është kja puna jonë që ne nuk ndalemi asnjë ditë që ti respektojmë gjithë, edhe garus tonë do thotë kenë përvoja më të mëdha edhe në qytete të ndryshme të Ballkanit, mund të them për momentin. 22 vite janë shumë. Edhe kur themi 22 vite, nga ana tjetër, a ju ka rastisur edhe a i shihni ato garues tek rriten, a kthehen vit pas viti, ndoshta një moshë vogël që tani është rritur edhe në pjesë? Po, ne mund të them janë rritur, do thotë ka prej tyre edhe cilët kanë krijuar edhe familje, edhe mirë po kemi ardhur në një periudhë të cilët nëse ne i ftojmë ata nuk ndjehen mirë, do thotë ata e ndjejnë atë obligimin ndaj neve, do thotë që të marrin pjesë jo ditën e garës, mirë po edhe në përgatitje për turneun, do thonë ata janë të gatshëm edhe vetë vinë e lajmërohen që këtu jemi, çka duhet ndihmojmë, se për pjesën e garës mos të diskutojmë, ata janë gjithë janë të pranishëm atë ditë, edhe secili kur e kujton atë kohën e vet kur isha në këtë moshë, kur isha në këtë moshë edhe qyre sot, do thotë është me të vërtetë ndjehemi mirë që ka mbet atë punën tonë që kene bë mas aty në garus, do të më ka met një respekt edhe për ne, edhe ka met në mendjen e tyre si diçka shumë e mirë. Shumë e bukur. Dëshiroj shumë suksese në turneun edhe në klubin në përgjithësi, të arrijë më të mirat, por më lejo që edhe të uroj ditën e shkollës, sepse mbrëm ishte një aktivitet shumë i bukur, si zëvendës drejtori i Gjimnazit Publik Vllazërim Bashkim, për gëzime, sepse angazhimi yt me nxënësit edhe i gjithë stafit, padyshim si në klubin e Karate Sulqini edhe në shkollë, besoj se ndjehet edhe shihet në aktivitetin. Shumë faleminderit, me të vërtetë ishte një program që as vetë se jemi munduar në maksimum që të përgatisim në atë formë, duke edhe këtu duke falendëruar gjithë ekipit, sepse ashtu siç e theksoi edhe drejtoresha Amram, do të thotë nuk vetë nuk mund të arrihet, shumë pak mund të arrihet vetë, mirë po mendimin e ekipes u realizua i program aq i bukur, ku ne edhe sot ende jemi nuk mund të besojmë që ishte aq në nivel. I falenderoj edhe gjithë pjesëmarrës të cilët ishin, i numri shumë të pjesëmarrësve të cilët ishin në ceremoninë e ditës së shkollës. Sonë dhe uroj që vit mas viti do të thotë organizohet në këto forma. Janë këta nxënës që janë të angazhuar, qoftë në sport, qoftë në aspekte të tjera kulturore dhe të bukur kur jepet mundësia. Po, është vërtet. Do të thotë është një pjesë e madhe e nxënësve të cilët janë të angazhuar si në shkollë, ashtu edhe në pjesën e sportit, dhe për ta është edhe një përvojë edhe më tepër, do të thotë edhe në të dy anët që t'i bojnë organizimet sa më madhështore. Faleminderit, ishte kënaqësi biseda jonë. Faleminderit edhe juve dhe ju falenderoj përzemërisht, do të thotë që për herë jeni për krah neve, edhe një pjesë e suksesit ton është jeni edhe ju.